Tash, emri Vjosa Osmani tashmë është e zëruar si kandidate, atëherë unë mendoj që Kryeministri Kurti ta shqyrtoi këtë mundësi, sepse i bën shumë fish mirë Kosovës. Zoti Bajraktari është edhe dashamiri madh, edhe i qeverisë, edhe i kryeministrit, edhe i presidentës, pra nuk është një person që do të anonte dika, që do të mund t'i bënte dëm ndoshta kryeministrit ose qeverisë ose dikujt tjetër. Pra mund të bëhet kjo në bashkëpunim të partive opozitare bashkë me lëvizjen vetëvendosje e cila është në pushtet aktualisht, apo duhet të ketë një ndërhyrje të miqve tonë, ndërkombëtar? Unë mendoj që po t'ishin partitë politike në rregull dhe të meqme, të themi kushtimisht, sepse në kryet se cilës ka njerëz të meqëm se pa këtë atribut vështirë që do të vinin si kryetarët partive, unë mendoj që janë aq të mequr sa ta vlerësojnë që pa u përpjekur SBA t'ua imponojnë një kandidat caktuar, ato vetë ta bëjnë. Pra unë mendoj që mund ta bëjnë edhe duhet ta bëjnë, sepse i bëjnë mirë Kosovës.